Mirë mbrëma një herë të gjithëve. Jam mirë se ju gjeta dhe ju premtoj një mbrëmje shumë të bukur këtu me mua, Natër Maulonën. Sot do flasim për reality show-t. Në fillim ishin thjesht argëtim, një mënyrë për të mbushur orët e mbrëmjes me drama spontane, emocionet forta ama dhe përballje mes karakteresh të ndryshëm. Por me kalimin e viteve, reality show-t janë shndruar në më shumë se sa kaq. Janë shndruar në modele sjellje, në burim influencimi e shpeshherë në udhërofyes të heshtur të shoqërisë moderne. Ndikimi i tyre në jetën e përditshme është i pashmangshëm. Gjua që përdoret në ekran, shpejt futet në fjalorin e përditshmërisë të rinjve sidomos. Sjellje të admirueshme, por ndonjëherë dhe të dënueshme, normalizohen përmes përsëritjes dhe ekspozimit të vazhdueshëm. Personazhet kthehen në yje të padiskutueshëm, por jo për vlerat apo kontributin e tyre, por për aftësinë për të krijuar sa më shumë zhurmë. Dhe kjo zhurmë shpesh e mbyt arsyen. Të rinjt krahasojnë përvojat e tyre me ato të pjesëmarrësve në reality show, duke harruar se shumë nga gjërat që ata shohin është e kuruar për audiencë dhe jo për autenticitet. Kjo sjell zhgënjim, presion dhe humbje të identitetit personal. Sepse në fund të ditës, realiteti i vërtet nuk është ai në studio, por ai që jetojmë të gjithë kur kamerat fiken. Edhe ata banorët tuaj të preferuar të reality show dhe banorët të reality show do të kemi plot 2 në këtë emision, kështu që kalojmë një herë tek i pari. E do të talentuar e ke, e do simpatik e ke, e do të shumë të sjellshëm të edukuar e ke, i ka gjitha të mirat, djalë për shtëpi, luma ajo që do ta marri, dhe kam shumë në ëndra çdo vjerë, Ron Zaiti, faleminderit që jeni në Natën Maulonën. Faleminderit se preki hunën mas parë se më liftove shumë. Jo, nuk të marrim sysh, nuk marrim sysh. Po me vërtet i ke të gjitha. Faleminderit, e vlerësoj. Dhe këtë gjë e kuptua më së miri gjatë pjesëmarrjes tënde te Ferma, që mund të them, që je një ndër ato personazhe që të bëri mirë reality show. Se reality show janë pak thik me 2 presa. Çfarë? O të nderojnë ose të shkatërrojnë komplet imazhin, kështu që ashtu është, po. Atëherë faleminderit mas pore që na keni ftu. Me fol direkt për Fermën, për mua ka qenë një super eksperiencë. Eksperiencë shumë e bukur, edhe me thonë drejtë nuk është që kom prit në loje me bo mrana, ose nuk e kom ditë se zhvillohet, ose qysh me po vetën qa me bo mrana. Thjesht kom hi me instiktin tam, me originalitetin tam, edhe kom vazhdu kom po qysh qa me bo, deri sa e kom marrë vetën mrana. Ishte vështirë fillim? Ta vjetoshe? Me thonë drejtën pak po, mu ka do kështirë, to e pas parasysh që nuk jem shumë i njoftën këtë lloj formatit reality show. 3 javë të para i kom pas pak si në mjegull as knej as ane as të po, të bo, të këshyrë, të analizu sane. Edhe mas 3 javë fillova me marrë vetën pak, si emocionalisht, si në loj, si në përgjësi në zhvillimin e formatit, po në përgjësi u konë shumë format i bukur. Kur ti more vetën, dole. Dola. Tamam, mas 6 javë vjen po. Të erdhi keq? Keq, pak po, se kisha pas dëshirë me vazhdu me marrë pjesë në lojë, që me po vetën me sfidu hala dhe me po dhe i ku moj me qu vetën nëse të pak të qa moj me nëzirë për vetës, mrana lojës, mrana firmës, po edhe është pjesë e lojës, është shah, është një diçka që ndodhë, janë eliminimet, janë diskualifikime, dhe më thonë janë këto gjormat pjesë lojës, kështu që... E shave në një qik me vete, Big Bastard? Në drejtët. Jo, me thonë drejtën, nuk e kom shoh, thjesht një përgjigje ose një formulim fjalis pasi që më hoqin nga loja, e thash që nuk e ka formulu mënyrën e duhur, nëse veç dënë mu të regu si shok ose si njëri supportus, që ato e kom thonë gjithmonë, se ke puna që tha, unë rolin e vlerësoj shumë, e respektoj me thonë drejtën se prita ai që po të eliminoj.
Edhe tha... Me vërtet, mendove që do të zgjidhte ty, jo buxhetin, kur e nisi në fakt Kur e nisi që ashtë e nisi, apo kupton. Edhe tha, Ronin e respektoj shumë, unë i du artistat e ri, super tëj, edhe është super qëni mirë, super e respektu shumë, po unë e zgjedhe 100% buxhetin e eliminoj Ronin, qa the, mare djallë, se se në ndrove menën komplet. Amo kështu është në pjesën sa që ka zhvillu lujen, ose në shohën që e ka lujt, është lëvizje e dur për me mujtë me nëzirë dikën pe i lojës me vazhdu vetë, në më thonë. Me shku drejt finales. Ke menduar si mund tjetë marrëdhënia jashtë? Do doje ti të kishe një komunikim? Normal, po. Pa dyshim me të gjithë, nuk kam hatërmeti, as një gjo personale. Mrena që ka ndodhë mrena. Jashta atyshit kam qef edhe mi njoftë ma shumë të gjithë banorët. Kështu që po, jam me hapëm për raport, për gjithë shka, për bashkëpunime, për të gjithat me gjithë banorët mrena që janë. Pse firma dhe jo Big Brother Kosova apo Big Brother Shqipëria? Me të thonë drejten, kom pasë edhe ofertë. E di? Po, mu kanë duk shumë atë vrëllshme, ose shumë atë vrashta si formatet, edhe ato dy tjerat, edhe pëse nuk është që i kom për cilë mas shumë ti. Unë nuk jam shumë tip që debatej, nuk jam shumë ai qetë si natyrë. Ne kemi vërë? Apo kuptën, edhe kom pa që në formatet tjera zhvillohet një lojë shumë e vrëllshme, më e vrashtë. Edhe kom për cilë pak, kur më ka bu ftesa të firma, se qysh zhvillohet loja, qysh tek, më ka duk pak ma e qetë, më thonë, okej, që kjo po më do këtë ma shumë për mu. Përshtatet më shumë. Me gjitha të, kuptuam edhe këtë edicion të firmës, që në fakt edhe këtu ata që ishin më të urtë, më të dashur, më të edukuar, nuk e kishin të gjatë, u eliminuan pak më përpara. U eliminuan pak ma shpejt, po. Mendon në një moment që në baset duhet të kishe qënë në fakt pak më i ashpër në një pikë të lojë? Po, që unë e kom thonë edhe ditën kër kom dollë. Që më ka penalizu mu, më nëjë që është qëtësia, ose paktën që ajo mos reagimi jam në disa situata, ose mos krijimi jam i situatave të ndryshme. Më nëjë që i shduf më kom pak ma intrigash, për me mujt me ecë pak ma për para, po së është pjesë e jam, ja. Pak të nëse diçka prapë në najherë tjetër, jepët mundësia me morë pjesë me naj reality show tjetër, e kam parasysh se qka mëj mbranda vetës, ose mbranda karakterit em qysh mëj me zhvillu një loj që të pak të me provoku dikën, diçka që me mujt me zhvillu një lojën ta. Mendon që do jesh pak më i përgatitur? Pak më i përgatitur, po. Po, abish me pak se do t'i kishe i marrëdhënia shumë të mirë dhe këndojnë të shumë me Big Mamën dhe duhet të kishe mësuar diçka prej saj. Po, edhe mama ka qenë pak e qetë me të thonë drejten, gjatë kohës që kemi nejtë mrena. Me mamën ma shumë kom pasë raport shoqënor se sa që kom marrë mësim për isojna për na i loj për të qka po kuptën. Ma shumë kom këshirë për tjerve, se qysh po reagojnë, qa po folin, qysh po folin. Me mamën gjithë kena pasë atë muhabetin që nëse dikush u mënu të pak të më drejtu mu, i kom të regua sojna, nuk kom ka jep këshil qa me bo, po e kom mujt me ledzu paka shumë qysh po reagojnë ajo, që me po, në qatë mënyrë, jo me lyp një mendim për sojna. Tani, analiza e më tjetër o konë të banor tjerë, për shambull. Andueli, Andreja, Andueli që është shumë provokus, në më dhona i shkatërran të gjithë mrena aty. Kush o konë tjetër? Alba, me cilën ti nuk të një marrëdhënie të mi. Mendon që jetë reguar në një moment pak i pa drejt me Albën? Edhe ke parë? Jo, as pak nuk e menej, se unë jam shumë i vërtet kështu si tip. Edhe kom po disa gjona që nuk mu kanë duk të vërteta, shumë fake mu kanë duk. Edhe kom reagu kondrejt tyne, vëse të pak të në mënyrën se që shumë qasë drejt asojna, o konë mënyra që shumë e kom menu që pesha ato, edhe konë mos të thëmë një ndër banorët më të bezdishme në format mrena, edhe për që ata ka pos në i dit, në i ras, në i moment që edhe më ka bezdisë qatë shumë, që edhe kom reagu në qatë mirë që kom reagu, kështë që nuk menej që kom reagu është për nëjë sen, thjesht... Jeni takuar tani që jeni të duja? Po, jemi po në disa edicionet projmev, jemi po me të, jashta aty në vjo, jo, nuk jem taku me. Nuk kam nëjë fa raporte me Olbën që mu taku. Po me Kejsin? Me Kejsin, po.
Po, Kesin e kam shoqe. Të qesh i E kom bo buza? shoqe. Shoqe? Shoqe. Ti ke parë besoj kur ke dalë që është aluduar jashtë, po. që ka pasur një pëlqim mes jush? Po, jo, nuk ka ne farë pëlqimi diçka, Kesin e kam shoqe shumë mirë. Edhe vazhdoj me pas shoqe të mirë. Jemi taku shumë shpesh, kemi nejtë shumë shpesh bashkë. Kam shku edhe të shtëpia Kesit, jemi taku edhe në Prishtinë. Kështu që ka shku muhabeti mirë me të dhe kom vazhdu ashtu. Sidomos edhe me Nurin e një edhe shumë për para, domethënë që kam 15 vite që e një. Nuk është se mbas ca javësh do dalin lajmet Roni dhe Kesi në një lidhje? Nuk e besoj, nuk ka në i gjë që ka betojnë në i lajmë në diçka. Se dim që tani je single. Po, single jam, po. Single në Po bes. kush ju mori më sysh? Prandaj nuk duhet të futesh në një reality show kur je çift, kam përshtypjen. Sepse ti u futet duke folë për të dashurën, për partnerin tënde, duke e përmendja gjithkohës, duke treguar sa i dashuruar dhe Dola edhe morra një lajmë, domethënë edhe ke pak shokuese për mu. Po që ndodhin ato, nuk besoj që ka qenë vetëm format reality show arsyeja pse ka ardhur e ndarja. Besoj që kanë qenë edhe gjonat pak më herët ose të paktën diçka që u zhvillu në mendim gjatë kohës ka pas kohë me reflektu dikush pjesa tjetër, domethënë partneri edhe ka marrë në vendim, domethënë për ndarje. Ishte shokuese për ty le të them, mbase shokuese fjalë e madh, po tronditse se besoj nuk e prisje. Jo, nuk e prisje. Shokuese kisha thënë që është se kom prit me dal jashtë me taku edhe e morra vesh që nuk është më domethënë ofër. Edhe kjo vazhdova jetë, me të thonë drejtën. Nuk bëre asnjë përpjekje? Jo. Kom pas kontakt me shoqëri, po jo diçka konkrete. Nuk ka që kom lyp prapë mu bashkë bisedu ose mu sqaru diçka, se unë e pres për i tjetër e sonë. Po, ato e shumë personale. Po, patjetër. Ju nuk keni takuar për të sqaruar. Ti thjesht ke marrë vesh që ajo nuk do të Ko marrë mesazhe, edhe, okej. E kom parë syjem pëse edhe nuk tentoj me nëzirë një informacion ose të pak të një këthim për i diçkafit. Pa jo është mërzit për diçka që ti ke bërë të ferma, apo jo? Pak të kjo është një informacion që ne kemi. Por jo, nuk e besoj që diçka në firmë, se unë e di sot që e në aludu gjonat, unë e di që kam qenë shumë i pastërt, edhe e di që kam qenë shumë i drejt, edhe të e pas parasysh vete për mene, e kom përmen shumë shpesh punën e lidhjes tam, kështu që du të me pas parasysh edhe qatë pjesën që sot dështë që ka ndollë aludime asiksi, unë e kom bo pjesën tam edhe that's good. Mendon që kur futesh në një reality show, kur je single, është më mirë që të paktën nëse nuk luan këtë pjesën e agresivit, e manipulatorit, të luash të pjesën e djalit virtues. Po, është shumë e vërtet që edhe storit e dashurisë ecim për para në reality show. Po, që shka konë single. Ja tregoje ti qefin. Ja tregoja qefin. Isha bo djallë romantik më rana disa. Dhe në fakt, Fermës, nëse i mungon dhe një gjë këti edicionit Fermës, ishin djemt romantik, apo historit që t'ishin pak këta lidhë në publikun, se edhe Alba me Lime, dhe me thënë ishin shumë... Ma të vrullë shumë. Romantik në mënyrën e tyre. Je në fakt i romantik? Si tip? Po, si tip. Jam pak, jam. Jam ma i dashtën si tip, kështë ma i butë me gjinin femrore. Dhe më thonë, kur do qoftë, dashtërën jam pak ma romantik si tip. Në këtë flasim pak edhe për muzikën, që patjetër besoj është prioriteti yt. Ke plane për këtë verë? Po, kam plane, kam projekte, kam klipe, bashkëpunime nuk kam halo. Në gjatë kohës që i zhvilloj projektet du me posë edhe ako bashkëpunime, apo moj me ofru dikojna ose ata mu. Po që plane kam projekte që kam inzirë këtë vitë. Pse jo bashkëpunime? Je zhgënjur në base? Sepse ti e ke nisur me bashkëpunime. Po, jo, më mendoj që edhe vetë projektet janë shumë të rëndësishme me pas, jo gjithë me pas bashkëpunime, edhe pse të gjitha janë të mirë se ordëna, edhe gjitha i planifikaj, edhe kam dëshirë me bua edhe bashkëpunime, se gjithmonë janë të bukra, gjithmonë janë dy frymat muzikës, dy ngjyra të zonave, dy ngjyra të zhonreve, kështu që qitojnë planet e mia, nuk kam konkret diçka, edhe nuk është që thëmë gjithë qysh duhet bashkëpunim, se nuk është
artin ose muzikën vetëm një pikë që me një emër ose me një bashkëpunim diçka du të me ecë përpara. Du të me ditë njerëzit edhe kush është roli vetëm vetë. Ti të ardhmen tënde shikon të lidhur vetëm me muzikën. Pra, ti do bëhesh këngëtar, do jesh këngëtar gjithmonë. Po, qaja është synimi jam në jetë. Edhe pse bëjmë në punë tjera, edhe jashta muzikës, merrem edhe me gjona tjera, por që muzika është diçka që e kam një ondër, e kam një diçka për i fëminis, kur kam qenë shumë i vogël, edhe... E shikon se të vështirë? Ti e nise si pjesë e një labeli shumë të fuqishëm, shumë të fortë, bashkëpunime që të sollë në qendër të vëmendjes. Yes. Më pas pati ato problemet e veta, sepse lajmet dolën ti u shkëpute nga labeli që ishe bashkë me Dafina Zeqirin. E shikon të vështirë? Është e vështirë bota e muzikës, ka rivalitet? Me thonë drejtën po, Soj përket vështirësit i ka rrugtimi, jo konkurent, po më nej rivaliteti. Nuk është rivalitet se cili ka botën e vetë muzikës, artin e vetë ose interpretimin e vetë në gjithdo kongë. Po e vështirë në rrethin tonë, din mu konë pak e vështirë. Dhe me thonë të e pas parasysh që janë ekipet që funksionon, janë grupacionet që funksionon, janë njerës që të jepin drejtim në disa lidhje, në disa raporte, biznise, dhe me thonë marrëveshje gjona, edhe që deri të gjindin edhe ata njerës, dhe sa të kryesh një rreth një grup tonin, që aja është vështirësia më e madhe. Kur të krijohet aja, atëherë e ki një ekip të fortë që edhe vazhdon përpara. Kam dëgjuar dhe për historitë të tilla, për shumë menaxherë të ndryshëm që thonë nëse ti fton këtë këngëtar tek ky klubi, unë nuk të sjell këtë këngëtarin tjetër që është më i madh, më i fuqishëm. Ke pasur? Nuk e di. Apo je shumë ende i ri për të qenë pjesë e këtyre skemave kaq diabolike? Kam dëgjuar, me të thonë drejtën. Nuk o që kom hasë në si raporte me dikëm, po kam dëgju që edhe nejherë ka ndodhë në i sisane. Ato janë lojat e ekipeve ose lojat e besoj tash të e pos parasysh se tregi vrasht është edhe muzika. Po, kam dëgju që ndodhen këto zona, konkretisht nuk e di ku se qka, po është... Jo, okej, ty nuk të ka ndodhur në një... Jo, nuk më ka ndodhur mu personalisht diçka e tillë. Cili ka qenë në basë momenti më i vështirë apo një zhgënjimi yti gjatë gjithë këtyre viteve karrierë, sa i përket muzikës? Diçka që mund të ketë edhe lënduar? Shtine me menu pak. Mendoj. Nuk e menoj shumë negativisht. Gjithmonë për naj zhgënjimit ose naj gabimit më nuna me reflektu edhe mus me hasë në problemin e njëjtë. Po, pak e vështirë ka qenë, do më thonë, prej influencës të madhe për ekipës që kam qenë pjesë e sajna, do më thonë me u shkëput vetë komplet, edhe prap me fillu me rrugtimin tam edhe me marrë vetën prap, do më thonë me vazhdu që me arrit prap të qaj status ose diçka që me pas qaj influencë të madhe në tregun e muzikës. Kjo, besoj që nuk, jo se zhgënjim, po pjesa me e vështirë, do më thonë, prap me marrë vetën edhe me u ringrit. Si e ke përballuar, përjetuar atë periudhë? Ka pas një moment kur ke menduar do ta lë fare muzikën? Jo, me thonë drejtën. Jo, se është diçka që du edhe tash porzit që nuk besoj që ka me ndalë në herë, ose nuk e konsideroj me marrë pjesë në industrinë e muzikës. Nëse, thëmë prapë, nëse kur nuk zhvillohet karrierë si që në pretendoj, të paktën gjonat e mija, ose artin tam, ose inspirimin tam, gjithmonë kam e ja publikut, në gjdo mënyrë. Si bona, si zbona pjesë në komedit, në super ekipat, ose në super emrat të matë mëdhaja të tregut, pjesë do të marrë gjithmonë në treg. Nëse shihe sot deri në të njëjtin ambient me Dafinën, përshëndeten e? Jo, nuk flasim, nuk kemi raport ma, për shkak të ndarjes që kemi pas. Me ekipën e Dafinës po, me gjithë grupën vazhdoj me konë shumë shok mirë, shumë raportet shëndosha, me të personalisht jo, s'kam diçka raport. Ka ndonjë këngëtare
femër që ti do të kishe dëshirë të bashkëpunoje, shqiptare? Ose që se do të vinte të propozonte, e sigur që nuk do t'i thoje jo? E kom përmend disa herë, që më pëlqen shumë kështu si ngjyre e muzikës, edhe që besoj që kisha ditë me nxjerr shumë bukur diçka me të, është Janina. Po më thonë për të është shumë super artiste e re, edhe m'ja uroj çdo sukses të mundshëm në karrierën e saj, se më pëlqen shumë si ngjyre e muzikës, si stil të muzikës, si gjithçka. Kështu që... Hajde pra Janina, hajde pra. Gjithë këtë qunë këtu, ishte super bashkëpunim. Yes. Ron, falenderoj shumë. Unë shpresoj që të shohim sa më shumë prodhime të reja nga ty. Te që këngët i ke gati, do punosh për videoklipin, kështu që këtë verë e sigur që do kemi muzikë të re nga ty. Besoj që në çdo muaj do kemi nga një projekt. Jo besoj, po thuaj. Shpresoj gjithçka me shku mirë. Planet janë qashtë çdo muaj me qitë ka një projekt të ri. Kështu që qasojna do të mundohem t'ju përmbahem. Edhe po, që është plane. Çdo muaj ka një këngë të re për Ronit. Falenderoj shumë dhe të uroj sa më shumë sukses. Faleminderit shumë edhe juve që na patët pjesë. Ka publicitet, rikthehemi pas pak.